Horoskopi ditor e hënë 21 prill 2025. Dashi, dita e sotme do filloj vrullshëm dhe me debate të forta në çift. Megjithatë, me kalimin e orëve do i kuptoni gabimet që keni bërë dhe do kërkoni falje. Në mbrëmje atmosfera do ndryshojë tërësisht. Beqarët do kenë mundësi me shumicë për të krijuar lidhjen e duhur. Në planin financiar nuk duhet të hidhni hapa të nxituar, sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Demi, nëse jeni në një lidhje do kaloni një ditë paksa delikate. Nuk do jeni dakord me disa gjëra që do ju thotë partneri juaj dhe do këmbgulni që ai të ndryshojë mendim. Beqarët do takojnë një person i cili do ju përshtatet si në pamjen e jashtme, ashtu edhe në karakter. Në planin financiar, situata do jetë më e qetë se një ditë më parë, por shpenzimet e të iskajshme duhen shmangur. Binjakët, klima ujore do të jetë mjaft e favorshme për jetën tuaj në çift. Do flisni hapur për gjithçka me partnerin dhe do bashkëpunoni. Edhe ata që kanë pasur mosmarrëveshje do kenë një ditë më pozitive. Beqarët nuk do kenë as pak dëshirë të fiksohen diku, edhe pse mundësitë nuk do mungojnë. Financat do mbrohen gjatë gjithë kohës nga yjet dhe nuk pritet asnjë surprizë e keqe. Nga porja, ditë e kënaqshme dhe as pak problematike kjo e sotme për të dashuruarit. Do jeni më realist dhe nuk do kërkoni gjëra të pamundura nga ai që keni në krah. Beqarët do influencohen pozitivisht nga hëna, e cila do ju krijojë mundësi të shumta për takime. Financat duhen organizuar më mirë në mënyrë që të mos ketë asnjë problem. Luani, do bëni të mirë të qëndronit larg partnerit tuaj sot, sepse vetëm në këtë mënyrë do shmangni debatet e zjarrta me të. Më mirë reflektoni me kujdes për gjithçka që ka ndodhur deri më sot. Beqarët nuk duhet të dëshpërohen edhe nëse nuk e gjejnë dashurinë e madhe, sepse miq nuk do i lënë as pak të mërziten. Situata financiare ka rrezik të jetë paksa e paqëndrueshme. Virgjëresha, debatet dhe mosmarrëveshjet në jetën tuaj në çift do jenë të shumta gjatë kësaj dite. Asgjë nuk do shkojë ashtu si e kishit menduar dhe surprizat do mungojnë tërësisht. Beqarët do takojnë disa persona interesant, por asnjëri nuk do jetë i gatshëm të krijojë një lidhje me atë, duke qenë se kanë angazhime të tjera. Në planin financiar duhet në patjetër të merrni masa strikte. Peshorja, do ndjeni të kënaqur sot në jetën tuaj në çift, duke qenë se partneri do kujdeset t'u plotësojë të gjitha dëshirat. Të dy do tregoni edhe më të hapur për të provuar eksperienca të reja. Beqarët do kenë një ditë me fat dhe do mund të realizojnë disa takime vendimtare. Ekuilibri financiar do mbizetërohet gjatë gjithë ditës. Nuk do keni për çfarë të shqetësoheni. Akrepi, tregoni shumë të kujdesshëm gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, sepse yjet do ndikojnë negativisht dhe do lindin debate pafund. Asnjëri prej jush nuk do tolerojë. Beqarët do dëshirojnë ende të përfitojnë sa të mundin nga liria që kanë dhe nuk do nguten të dalin nëpër takime. Në planin financiar, situata do përmirësohet ndjeshëm. Shigjetari, do jeni shumë romantik gjatë kësaj dite dhe do mundoni në çdo moment të krijoni një klimë sa më të ngrohtë në çift. Me ndihmën e yjeve do ja dilni mban. Beqarëve do ju ndryshojë shumë shpesh humori
dhe nuk do jenë në qef për të dalë në përtakime. Në planin financiar duhet të tregoni sa më të arsyeshëm që të mos keni vështirësi më vonë. Britsjapi. Për planin sentimental, ambienti do ndryshojë tërësisht gjatë kësaj dite. Do keni nevojë për më tepër qetësi, qëndrueshmëri dhe do bëni çfarë të mundeni për të ruajtur një klimë harmonike. Beqarët do kenë mundësi të shumta për të realizuar takimin që kanë ndërruar. Financat nuk do jenë as pak problematike, përkundrazi me pak maturi mundet t'i përmirësoni ato. Ujori. Do jeni shumë xheloz gjatë kësaj dite për partnerin tuaj, dhe kjo mund të ndezë her pas here mosmarrëveshje të mëdha. Kujdes, sepse po vazhduat kështu, do keni probleme serioze. Beqarët nuk duhet të luajnë me zjarrin sot, sepse mund të digjen keq. Në planin financiar, është dita më e përshtatshme për të kryer investime dhe transaksione. Peshqit. Të dashuruarit do kenë një ditë të mbushur me emocione të njëpasnjëshme. Mund t'ju bëhet dhe një propozim mjaft interesant sot nga partneri. Takime vendimtare priten gjatë kësaj dite për beqarët. Shfrytëzojeni çdo moment. Në planin financiar do merrni frytet e një periudhe të tërë mundimesh dhe përkujdesjeje. Situata do fillojë të përmirësohet.